7 persona do të jenë në mbrojtjen e Allahut në ditën kur nuk ka mbrojtje tjetër. A je ti prej tyre? Udhëheqësi i drejtë. I pari është udhëheqësi i drejtë, ai që vendos drejtësi mes njerëzve, gjykon me të vërtetën, nuk bën dallim mes të pasurit dhe të varfrit dhe nuk i friksohet askujt përveç Allahut. Allahu e ka zgjedhur për këtë pozitë të lartë, sepse mban një përgjegjësi të madhe që lidhet me fatin e njerëzve, duke u garantuar siguri dhe stabilitet dhe duke mbrojtur shoqërinë nga padrejtësia dhe korrupsioni. Drejtësia nuk arrihet veçse me zemër të pastër dhe nije të sinqertë. I riu që është rritur në adhurim. I dyti është një i ri që u rrit në bindje ndaj Allahut. Rinia është e mbushur me dëshira dhe sprova. Ai që zgjedh rrugën e bindjes në këtë moshë ka besim të fortë dhe vullnet të madh. Ai largohet nga epshet dhe përkushtohet në adhurim, duke u bërë shembull i mirë për të tjerët. Allahu e ka zgjedhur sepse ai i dha përparësi bindjes ndaj Allahut mbi dëshirat e veta. Njeriu me zemër të lidhur me xhamin. I treti është ai që zemrën e ka të lidhur me xhamin. Ai gjen qetësi dhe prehje në shtëpinë e Allahut, kthehet aty me mall dhe kujdeset për namazin në xhami. Kjo lidhje është shenjë e dashurisë për Allahun dhe dëshirës për t'u afruar me të, prandaj meriton këtë shpërblim të madh. 2 persona që duhen për hir të Allahut. Të katërtit janë 2 persone që duhen për hir të Allahut, bashkohen për të dhe ndahen për të. Është një lidhje e pastër, jo për interesat të kësaj bote, por për dashuri të sinqertë në Allahun. Takohen në bindje dhe ndahen duke e përmendur atë. Kjo dashuri e pastër bëhet shkak për të fituar mbrojtjen hyjnore. Ai që refuzon tundimin. I pesti është një burr që e fton një grua me pozitë dhe bukuri, por ai thot, unë i friksohem Allahut. Është një sprovë e madhe ku bashkohen dëshira dhe mundësia, por ai e mposht egon dhe kujton Allahun. Kjo është dëshmi e fortë e sinqeritetit dhe devotshmërisë së tij. Ai që jep sadaka fshehurazi. I gjashti është ai që jep sadaka në fshehtësi, aq sa dora e majt nuk e di çfarë jep e djathta. Është një vepër e pastër vetëm për hir të Allahut, pa kërkuar mirënjohje dhe falënderim. Ky sinqeritet e ngre atë në një gradë të lartë tek Allahu. Ai që e kujton Allahun në vetmi me përlotje. I shtati është ai që e kujton Allahun në vetmi dhe i mbushen syt me lot. Në atë moment pastërtia dhe vetmia me Allahun, zemra i përkulet dhe lotët rrjedhin nga frika dhe përulësia ndaj tij. Ky është treguesi i gjallërisë së zemrës dhe sinqeritetit të brendshëm. Në ditën kur dielli afrohet mbi kokat e njerëzve dhe nuk ka streh tjetër, Allahu do t'i përfshijë këta 7 grupe në mëshirën e tij dhe do t'i marrë në mbrojtjen e tij, si shpërblim për sinqeritetin dhe qëndrueshmërinë e tyre. Secili prej tyre përfaqëson një vlerë të madhe islame. Apo punojmë që të jemi prej tyre, apo përgatitemi për ta fituar këtë shpërblim madhështor.